Në zemër të Firences, aty ku gastronomia italiane është një përvojë gjallë për shqisat tona, një shqiptar ka hapur një nga dyqanet ose bracerit më të mira, më të njohura të mishit. Quhet Gerhard Betja, ka studiuar tjetër deg, po ka pasioni si ekspert i mishit dhe ka bërë që të bëhet tashmë i njohur dhe të sjell mish, lloje të ndryshme mishi nga e gjithë bota, 25 lloje mishi. Por aty mishi nuk thjesht gatuhet, por përpunohet me një proces të gjatë, të rafinuar, që fillon në qeli të posaçme, përfundon në blender të ftohtë, duke nxjerrë në pa butësinë apo cilësinë e tij maksimale. Këtë art, sepse vërtet bëhet art, e drejton pikërisht shqiptari Gerhard Betja, eksperti i cili e shikon tamam si një shkencë dhe pasion në të njëjtën kohë. Ai sjell nga Finlanda, nga Japonia, do ta kemi gati tani Gerhardi për ta pyetur se çfarë e lidh pikërisht me këtë profesion. Wow, mes mishit aty. Përshëndetje Gerhard. Përshëndetje. Përshëndetje gjithëve. Gerhard Betja. Si u bëre ti një ekspert? Je njohur si shqiptar i mishit, nga studimet e tua në Padova për marrëdhënie ndërkombëtare, tashmë një ekspert i mishit. Çfarë të shtyu të merresh me këtë profesion? Po kështu është jeta, në fillim nisme për shkenca politike dhe përfundu me duke shit mish në Firenze. Nisi gjithçka si një pasion, edhe sot është me të vërtet një profesion edhe pasion bashkë. Bashkë me dy shokë mi, vendosim të marrim këtë rrugën e kulinarisë, shërbimit bishit, tartufit dhe ja ku jemi të në Firenze. Shërbim pisha nga gjithë bota dhe vetëm nga Italia. Mbi gjitha misha bistec alla fiorentina, bistec fiorentine, misha të frëllu, ku kalojnë kohë. Më trego pak këtë procesin, se jam shumë interesuar, ky procesi i çpimit dhe i pjekjes, çfarë ndodh me mishin në ato 30 apo 40 ditë? Gjithçka nis nga momenti që këto bovina, këto kafsh, aty fillon një proces me temperaturë dhe me lagështirë të kontrolluar, temperaturë nga 2 deri në 6 gradë dhe lagështirë nga 60 deri në 70 gradë kontrolluar. Ku kalojnë për 30 ditë, një muaj, aty mishat relaksohen, zjarrin jashtë gjithë lëngjet që kanë mbrapa, gjakun, edhe duke relaksuar bën shumë më buta, shumë më dashtuna për qellën, për palatin, për stomakun e personave. Pastaj procesi i fundit ndodh me frigorifer që ndodh pas meje, që është një frulator. Hyjnë përpunimi i fundit përpara se ti gatujmë në zgarat tona. Gatimi është shumë i thjeshtë, i vendosim qik në kocë, në mënyrë që nxehtësia të infiltrohet nëpërmjet kocit deri në zemrën e bistekës, të arrijë një temperaturë prej 60 gradësh, edhe pastaj mjaftojnë pak minuta nga njëra anë dhe nga ana tjetër, edhe jemi gati të servirojmë mishin në tavolinë. Veçantia e këtij mishi nuk është vetëm tek fakti që e vjetërojmë ose përpunojmë mishin në këto frigorifera të predispozuar, por ashtu edhe seleksionimi i mishit, që varet nga shumë faktorë, varet nga niveli i infiltrimit të yndyrës ose të grasës brenda mishit, por edhe jashtë tij. Gjithashtu varet edhe nga mosha e kafshëve që ne shkojmë me zgjedhjen kur bëjmë seleksionimin e mishit. Varet nëse janë femra, nëse janë meshkuj, nëse kanë një moshë nën 2 vjeç, mbi 2 vjeç, gjithçka koincidon, gjithçka është shumë ndikuese në cilësinë asaj që ne do shkojmë të servirojmë në tavolinë. Cili është mishi më i shtrenjtë që u keni aty? Po për momentin ne trajtojmë shumë mishe ndryshme, duke filluar nga skotona, duke filluar nga mishat lokal, sikur janë Chianina, La Fassona, vazhdojmë me Finlandën, vazhdojmë me Danimarkën, mbi gjitha punojmë me Chianinën, sepse është mishi proprio që është mishi lokal, por mishi më shtrenjtë në absolut për shumë kohë mbet seleksionet japoneze. Si që është Waigu edhe Kobe. Megjithse edhe veriu i Europës për kohët e fundit, momentet e fundit, ka një rritje jashtëzakonisht eksponenciale, po ne po punojmë shumë mirë edhe klientët janë jashtëzakonisht të kënaqur. Bëhet fjalë për tani mishit Sashi, edhe pse
Ajo nuk është një racë e caktuar, por është një premje, do thotë mishna jashtëzakonisht të ndryshëm. Po. Njerëzit preferojnë kështu, tendencët e fundit janë të tilla dhe ky është realiteti. Këto janë preferencat që kërkojnë më tepër. Ato llojet e mishit që ke aty në tryezë, për shembull ai mishi që ka një ngjyrë më të errët, pjesa tjetër. Unë kam sjell katër shembuj nga mishat që na fshesim. Ai që ka ngjyrë më të errët, mos e shikoni kështu, nuk është i prishur, do pastrohet, do sfiletohet edhe ka një ngjyrë shumë të kënaqshme. Po pse ka atë ngjyrën e errët dhe nga ka ardhur ai mish? Kjo është dedikuar nga procesi i tharjes ose i fërlimit, si po e quajmë ne, sepse nëpërmjet temperaturës të kontrolluar, si ju thash, mishi vjen dhe thahet. Duke u tharë humb gjithë likuidin. Pra, sa më shumë që ti e gatuan këtë mish, aq më shumë bëhet i fortë, është pak a shumë si një prosciutto. Por kjo i dedikohet që i humb gjithë likuidin, gjithë lançet dhe bëhet jashtëzakonisht i butë, bëhet pikërisht sikur burro fresko, si e quajmë në Shqipëri, butter, është jashtëzakonisht e butë. Kjo, në përgjithësi, kjo bisteka që unë kam këtu në dorë për momentin është një vaka Italia, është ishte një femër, që thënë nuk është mashkull, bovini i cili është prerë, ka pasur një jetë gjatësi për afërsisht 4 vjeçare, në momentin që është vendosur nga kasapi, nga mashinerit për të prerë, edhe është maksimumi i sësisë, ka një shije shumë të fortë, por edhe shumë decizive ndërkohë. Këtu me janë kemi kjaninen, kjo është raca lokale e mishit këtu në Toskanë, është mashkull, ka shumë të mëdha, janë gjigante, arrin deri në 1700 kg për meshkuj dhe 1100 kg për femra. Dhe është shumë magre, por nuk ka shumë pak undyrë për mrama, që e bën një shije shumë decisive. Dhe e rëndësishme në gjitha është që kjo të kalojnë shumë kohë në këto frigorifera që kërë diftova më parë, sepse e zalton më mirë çdo shije që ka. Pastaj kalojmë me Black Angus, Irlanda, ose Skocia, Black Angus ose Red Angus, varet, këto janë misha bashkë me Sashi, finlandez, që kalojnë që jetojnë vetëm në ambient të hapur, pra nuk jetojnë në stalla me allevamente intensive. Këto ushqehen vetëm me bar. Ai duhet të jetë dhe më i shëndetshëm, besoj. Po, ne besojmë gjithashtu në mënyrë tillë, ka një shije që mendoj është bukur, që mendoj është mirë, është gjithsesi në gustet e personave, nuk ekziston mishi perfekt, çdo gjë është shumë relative, për atë punë ne ofrojmë gjitha llojet e mishnave, sepse është shumë relative shija e mishit. Sa lloje të tilla keni aty në dyqan? 25 gjëra? Kemi 8 keni tani. 8. Po kjo varion nga muj, varion nga sezon nga stin në stin. Unë tham gjithmonë e njëjta lop, stin të ndryshme mund të bëjë djathtë të ndryshme me çumstin që përllon, sepse ka të bëjë ushqimi që i na jepet, ka të bëjë shumë faktorë. Është shumë më kompleksive se sa fakti thjesht të marrësh një lop edhe ta servirësh ashtu. Është diçka shumë më komplekse, është një art që shumë persona merren, edhe është një punë gjigante që bëhet mbrapa. Gjithaj proces derisa arrin në pjatë. Derisa na vjen në pjatë ka një proces të jashtëzakonshëm. Pra shumë persona që ndodhen gjatë vitit punojnë dhe japin maksimumin për të servir maksimumin ke klientët. Klientët shqiptar, çfarë le themi feedbacku keni marrë nga këta tanët? Të kanë thënë që pse nuk e sjellë në Shqipëri këtë braceri? Nuk e di. Di që ka shumë shqiptarë që njeh edhe në Shqipëri, sidomos në Shkodër, dhe përfitojnë nga fakti të përshëndes gjithë shkodranët këtu që ndodhen, sidomos ata që kanë mbet Shkodër. Ka shumë shkodranë, ka shumë shqiptarë që po merren me mishin. Është një botë e re që po hapet në Shqipëri, që ka shumë për të mësuar, shumë për të rritë, shumë për të përmirësuar, por janë shumë. Nuk e di nëse nesër do bëhem një nga ato. Por ka shumë djemë, vajza të reja që japin maksimumin, që punojnë fort çdo ditë edhe produkti shqiptar, misha shqiptar, produktin vendas arrin për ta përpunu edhe për ta çuar në një nivel superior.
I përshëndes. Ju thatë që vini dhe sillni nga vendet të caktuara ku kanë një lloj gjurmueshmërie, një lloj informacioni për cilësinë e tyre, për mënyrën se si rriten kafshë, për mënyrën se si trajtohen, dhe këto të gjitha janë shumë të rëndësishme. Është pak a shumë një ankam. Po. Në botë punojnë shumë mbi këto misha, seleksionojnë, merren çdo ditë me kushtet e ushqimit tyre, me kushtet e rritjes, me kushtet e premjes, edhe me kushtet e stazionimit, që është edhe faza finale me cilën ne merremi, stazionimin edhe servimin në tavolinat e qytetarëve nga gjithë bota. Dhe kjo është. Ti ke hapur këtë braçeri në qendër të Firences, ke dëgjuar për këtë mishin e laboratorit që po diskutohet? Mishin e? E laboratorit. Mishi do të prodhohet në laborator. Po, nuk e di, nuk jam shumë dakord, nuk kam shumë informacione, por nuk jam shumë dakord. Absolutisht nuk e dakord, me gjitha të proces që kalon aty. Është një shkencë më vete. Që kam shumë për vegetarian këtu do që nëllën në botë. Po edhe për mënyrën se si duhet ta zgjedhim ne ta konsumojmë mishin, absolutisht, sepse nëse ne e konsumojmë me tepri ose e rëndojmë pak, sigurisht që kemi dhe ato pasojat në shëndetin tonë. Pak e sakt duke zgjedhur një gjalla me krypa me karare. Ashtu, bravo. Që mishin do marrim pa sa kemi nevojë, sa e dojmë, ne mjaftueshme është ta shijojmë dhe jo vetëm ta hajmë. Sigurisht kultura jo shqiptare që do hajmë çdo ditë mish, mira është ta shijojmë, të bëjmë një rritje progresive, një diçka që tjetë bukur. Nga një shirë caktuar, bukur, jo vetëm thjesht hajmë mushin barkun. Tani për ta le themi gatuar pasi kalojnë gjithë këto fazat e proceset që u thatë, ju e sillnit në zgar apo jo, të pjekur? Ne gatim apo ka dhe procese të tjera? No, ne gatim në zgar, mund të gatim edhe në mënyra të tjera, por ne jemi një bashkëri e rrjetësituar me Toskane, por gjithsesi ne gatim në zgar. Procesi i gatimit ka të bëjë që në fillim ne vendosim mbi zgar për rreth 15 minuta, në mënyrë që temperatura të infiltrojë nëpërmjet kocit në gjithë pjesën e bistekës. Po. Edhe pastaj shefat tonë me teknikat e tyre e gatojnë 5 minuta nga njëra anë dhe 5 minuta nga ana tjetër. Edhe kjo është shumë relative sepse varet nga spesori i bistekës, spesori sa gjanë është bisteka, edhe nga niveli i gatimit që klienti kërkon. Gjithsesi ne këshillojmë rigorozisht që të jetë gatuar al sangue, që është tipi i kuzhinës. Shumë persona mendojnë që këtu do dali gjatë nga bisteka, por jo. Ajo është një nivel i gatimit ku varet nga temperatura në zemrën e bistekës. Kjo është këshilla jonë. Pastaj preferencat janë nga më të ndryshme teksa vizitorët aty në qendër të Firences vinë dhe shijojnë atë mishin shoqëruar me pijet, verat, përkatëse që i shoh edhe prapa teje. Unë të falenderoj, të uroj shumë suksese në punën tënde. Faleminderit edhe juve, përshëndetje e këngëtar. Faleminderit shumë për kohën, faleminderit dhe juve që na keni ndjekur për gjatë këtyre 2 orëve të transmetimit tonë të drejt për drejt. Vazhdoni të ndiqni programacionin e Report Televizion. Ju përshëndes.